lë pa alibi edhe kryeministrin. Që nga mbasditja e 12 marsit, SPAK-u është i sfiduar nga majoranca. Kërkoi heqjen e imunitetit të deputetit Balluku, nuk ja dha majoranca, mbi të gjitha me arsyetimin se për një akuzë për tenderat nuk mund të jepte imunitetin për të kaluar te arresti. SPAK-ut i duhet tash të demonstrojë që ka prova të tjera, ka akuza më të rënda për të kërkuar atë që kërkoi në 12 mars dhe nuk ju dha imunitetin e ish-zëvendës kryeministres. Nga i moment e deri më sot kanë rrjedhur shumë ditë, shumë ujëra dhe SPAK-u dhe BKE-ja kanë bërë veprimet e tyre, të cilat publikut janë dhënë vetëm me dy njoftime. Njoftimi i parë kishte të bënte me kontrollin e disa biznesmenëve që kishin qenë pjesë e tenderat fituar dhe në atë moment ata arritën të merrnin disa aparate celular, kompjutera, të dhëna të tjera, të cilat gjatë kësaj periudhe janë zbardhur. Dhe sipas informacioneve që vijnë nga SPAK-u, ka materiale të mjaftueshme për të vijuar hetimet nëpër masa më të thella se sa do të mëparshmet. Sot ne vim në veprime të tjera që kanë të bëjnë me kontrollet në rrethin e ngushtë familjar të ish-zëvendës kryeministres. Siç e tha edhe Romiri pak më parë, nuk është se BKH, agjentët e BKH-s shkojnë në shtëpinë e Romirit dhe thonë ku i ke telefonin dhe kompjuterin, të ti marrin dhe të presim se çfarë do gjejmë aty. Ata e din se çfarë ka ndodhur. Thjesht u duhen materiale, letra, dokumenta, kontrata, pra provat e indicive që ata i kanë. Dhe pritet të shohim se si do jenë të dhënat e mëtejshme të hetimit në raport me ato kontrole që kanë bërë sot deri në ora 12 të drekës. Hapi mëtejshëm është te parlamenti. Pikpyetja është, gjatë gjithë kësaj periudhe që deputetja Balluku ka qenë e lirë, çfarë ka bërë? Sepse ne do ta donim këtë periudhë të ishte në arrest shtëpie dhe SPAK-u dhe BKE-ja të ishin më e lirë të vepronin sipas indiceve dhe llogarive të tyre. Pa dëmtuar provat. Çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe? Dhe nëse do vim te një akuzë më e rëndë që mund të jetë korrupsioni dhe pastrimi i parave, mund ta kërkojmë imunitetin parlament dhe mund të jepet në këtë rast sepse akuza është e tillë që nuk mund të refuzohet dot. Problemi është se sa mund të jenë prishur provat gjatë kësaj periudhe. Pra çfarë ka bërë zëvendës kryeministri apo njerëzit e saj për të eliminuar prova që do ishin të rëndësishme për hetimet e SPAK-ut. Në fakt, ndjekja e paras e bën pak të vështirë shmangjen e provave sepse gjurmët që lihen zakonisht në lëvizjet e parave nuk janë të... E pam edhe te dosja Akshit që akuzat e SPAK-ut edhe për zonjën Karçanaj dhe për të tjerat që kishin të bënin me sekuestrimin e pasurive, ne pam që në total prap ajo në një shtëpi me qera jetonte. Pavarësisht se SPAK-u kishte arritur gjente 3 shtëpi të saj të dhëna nga biznesmenët apo nga Agasi në përfitim, por SPAK-u më tej duhet ta vërtetojë që janë realisht të sajat. Në këtë kuptim, edhe lëvizja e parave të zonjës Balluku apo gjithçka tjetër që ajo mund të ketë bërë, duhet jetë provuar nga SPAK-u, duhen gjetur dokumentat që provojnë një akuzë të mëtejshme për korrupsion apo pastrim parash. Perceptimi në opinion është një gjë, dhe gjetja e provave dhe dërgimi në kuvend për imunitetin apo më pas në gjykat mbi bazën e këtyre provave, provat reale. Marash, në fakt kjo që thot Andi, pra meqense ka zgjedhur këtë strategji, këtë filozofi SPAK-u, pra ndiq paran, kërkoje gjurmën që më pas të mbështes edhe akuzën për korrupsion. Të qenurit e Belinda Ballukut e lirë gjatë kësaj periudhe, një luks që ja lejoi edhe kryeministri Edi Rama, i cili mori përsipër të bënte mbrojtje